E rënë në Gjermani, gjendet e vdekur në pyll 28 vjeçaria shqiptare, arrestohet autori dyshuar, shkaqet e vrasjes ende mister. Një 28 vjeçare shqiptare është vrarë me armë zjarri në Gjermani në 5 qershor. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në qytetin Uader në shtetin e Saarlandit. Lajmi është raportuar nga mediumi gjerman Bild, i cili shkruan se trupi i pajet i gruas është gjetur pranë pyllit afër autostradës midis Hermeskeid dhe Nonwiller. Autoritetet gjermane dyshojnë se vrasjen e ka kryer një shtetaz gjerman 34 vjeçar. Ai është arrestuar mbrëmjen e së njëjtës ditë nga policia e Saarlandit në lagjen Uadril të Uadern. Përmes hetimeve intensive, një burr 34 vjeçar u identifikua si dyshuar. Policia e arrestoi në mbrëmje, ka njoftuar shtabi i policisë në Trier. Trupi pajeti viktimës është gjetur të njëjtën rreth orës 5:30 të mëngjesit. Deri tani nuk ka informacion zyrtar për natyrën e plagëve apo shkakun e saktë të vdekjes. Sipas policisë, viktima dhe i dyshuari njiheshin me njëri tjetrin. Në momentin e arrestimit, policia ka gjetur edhe armë zjarri tek i dyshuari, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim. Hetimet mbi motivin e mundshëm dhe rrethanat e plota të kësaj vrasje tragjike janë ende në zhvillim.